nuk e dim sa edhe kush njerëz japin shërbime në shëndet mendor, se përveç institucionit publik, do me thënë të tjerat unë nuk e di, a janë në dieni që nuk e evidentohen, nuk kanë, do me thënë, evidence-based, ose baza e punës klinike, është pasqyra kryesore për ta identifikuar një problem. Tash na mundemi me ju adresu të dhënave personale vetanake, do me thënë, përderisa para 3-4 viteve, fuqimisht mund të them që në Kosovë kanë qenë prezente çrregullimet e ankthit ose problematikat në ankth, ma shumë kanë ardhur si simptomatologji. Sot ka ndryshuar komplet gjendja. Ki episode depresive madhore, do me thënë që përcjellen, leset të akumuluara, po që përcjellen edhe me problematika tjera, që janë tentimet për suicid, që i ki problemet tjera, që bashkëdyzohen, që vinë si problematikat personalitetit, edhe, do me thënë, e dyta, kompetencion për negativisht, po them, është pjesa adiksionit.